Ferma VIP 2 ka sjellë një tjetër mbrëmje plot tensione, diskutime dhe emocione, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë shqiptarëve. Në moderimin e Luana Vjollcës dhe opinionet e drejt për drejta të Zhakut dhe Castro Zizos, Prime 14 përcolli një sër ngjarjesh ku mbi të gjitha u sqaruan shumë pikpyetje dhe aludime. Një nga momentet më të komentuara të kësaj jave mbetet padyshim largimi i dyshes Alba Limi si dhe anulimi i televotimit. Gjatë gjithë spektaklit, Luana Vjollca u kujdesi të jepte përgjigje këtyre pyetjeve dhe të zbulonte më shumë për arsyet që i shtyn ata të largoheshin. Alba ishte e para që u bë pjesë e studios, ku për herë të parë sqaroi për publikun vendimin e saj të papritur për të lënë Ferma VIP. Ajo shpjegoi se e vetmi arsye që e mori këtë vendim ishin parimet e saj personale. Kam disa parime në jetë të cilat nuk i vendos para tyre gjërat të tjera. Pra janë parimet e mia një herë në jetë, pa vinë edhe gjërat e tjera si çmimi dhe fama. Nga ana tjetër, Limi foli për eksperiencën e tij në Ferma VIP, si dhe arsyeën që qëndron pas largimit të tij. Ai theksoi se nuk kishte hyrë në garë për të fituar, por për të provuar një eksperiencë të re. Unë këtë eksperiencë kam dashur ta provoj, ta shijoj maksimum. Dhe nuk është që kisha hyrë për të jem më i miri ose të fitoj. Nuk kishe hyrë ti për një finale, për një fitues? Jo, me thënë drejtën, vetëm për eksperiencë për të provu veten. Mbrëmja vjoi gjatë, Big Mama ndau një rrëfim prekës për periudhën më të vështirë të jetës së saj, kur mësoi për paralizën e nënës dhe humbjen e babait brenda vitit. Teksa emocionet kishin pushtuar fermeren dhe në sfond dëgjoi zëri së ëmës, nga dera kryesore e arenës u shfaq nëna e saj. Në atmosferën e ngrohtë emocionale, Big Mama dhe nëna e saj prekën të gjithë studion dhe publikun, duke sjellë një moment të bukur dhe të ndjerë gjatë spektaklit. Po ashtu, fermerët e tjerë vazhdojnë të përballen me sfidat e agajit, ndërsa u hap dhe një televotim për fermerin që publiku dëshiron të çojë në sfidë. 4 fermerët që do të votohen më shumë do të shkojnë në një përballje dyshe, ku grupi i humbës do të ketë një përballje kokë më kokë për eliminim. Për të ndjekur çdo moment të fermerëve të mbetur në garë, por edhe për të përjetuar emocione të bukura, Ferma VIP 2 ju fton të ndiqni 24 orë në 7 ditë të javës në 2 kanalet e platformës Tring si dhe në përmbledhjen ditore në Vision Plus.